Në njësinë administrative të rrethinave, kandidati i Partisë Demokratike Bart Spahia mori mbështetjen maksimale të banorëve për 11 majin. Doktor Spahia shprehu besimin se me votën e tyre, rikthimi në pushtet i Partisë Demokratike do të sjellë që në 100 ditët e para ndryshimin që ata presin, duke dhënë fund viteve të errta të keqçeverisjes 12 vjeçare të rilindjes. Nga vitin në vit, në vend që të përmirësohej situata e familjeve tona, ka degradu në mënyrën më të turpshme të mundshme. Dhe kjo jo vetëm fal pa aftësisë në menaxhim të këtyre që pretendojnë qeverisin, por që në fakt janë një bandë kriminale, por edhe fal synimit të tyre, veprimeve të tyre që kanë synu vetëm grabitjen e miliona eurove nga xhepat e qytetarëve shqiptar dhe shkodran. Mjafton të hedhësh një sy fshatrave të njësisë administrative rrethina, shtëpia të tana, të boshatisuna, ose vetëm me pleq e plaka. Është e trisht të kontaktosh për ditë njerëz që alternativë të vetme gjejnë punësimin në Maltzi, se nuk gjejnë asnjë zgjidhje, asnjë alternativë në vendin e tyre këtu në Shqipëri, në Shkodër. Është e trisht të shikosh se si ka hup shpresa tek të rinjtë e treja, që çdo ditë mendojnë si mu largu. E pra kësaj situate duhet me ardh fundi. Dhe duhet një reagim qytetar. Rastin më të mirë e kena mas një javë, me 11 maj, duke i dhënë me votë atë çfarë meriton shkaktarëve të vërtetë të kësaj situate. Dhe duke zgjell alternativën e vetme të Partisë Demokratike, të numrit 1 dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Ka arsye pafund për të kontaktuar çdo mik dashamirë të afërm ton dhe për t'i kërkuar mbështetjen, sepse i shkojmë ballhap me një program i cili synon të ndryshojë këtë realitet zymë, duke vënë urgjentisht në plan të parë ndërhyrje tek aspekti ekonomik. Jam i bindur që fal jush e kontributit tuaj, mbështetjes tuaj, ne do t'ja dalim që me 11 maj të fitojmë dhe ta kthejmë edhe një herë Shqipërinë në shilat e duhura. 11 maj është dita e një misioni kombëtar për të përmbysur një regjim, prandaj shqiptarët do të zgjedhin numrin 1 dhe Partinë Demokratike, tha në mbyllje të fjalës së tij kandidati Spahia. Zonjat e Shkodrës u bën pjesë e takimit të Partisë Demokratike, duke dhënë mbështetjen e tyre për këtë forcë politike dhe kandidatet e saj në zgjedhjet e 11 majit. Si kryefamiljar, ata apeluan që të jepet fund një pushteti që ka shkatruar familjen dhe të ardhmen e vendit, me varfërim, emigrim masiv dhe pasiguri për të ardhmen. Në fjalën e tij, kandidati Bart Spahia shprehu bindjen se gratë dhe vajzat e Shkodrës do të jenë udhëheqëse të një fitoreje madhështore për Shkodrën e Shqipërinë, pasi asgjë nuk i lidh me modelin Rama, që ka në themel degradimin e familjes. Partia Demokratike me 11 maj do të bëjë ndryshimin e shumëpritur për çdo shkodran dhe për çdo shqiptar. Fitoria jonë është pikërisht e bazuar dhe është e garantuar nga ky pozitivitet dhe kjo energji. Nuk e kam pa në fakt edhe para pak ditëve të njëjtën energji tek ai takimi i turpit i Edi Ramës, aty me ato persona për cilët më vjen keq, sepse e transmetonin në fytyrat e tyre që ishin aty pa vullnetin e tyre. Ishin çuar me zor, duke u kërcënu me kashatën e gojës, me punën. Fytyrat të cilat e di shumë mirë që nuk ndajnë asgjë me modelin e Edi Ramës. Ato gra që janë krejtësisht e kundërta e modelit e Edi Ramës. Ati që gratë është mësuar t'i dhunoj, jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht. Ati që mendon se nëpërmjet talljes me gruan mund të denigroj burrat, por nuk e din që në familjet shnoshta shqiptare, në familjet e shnoshta shkodrane, thelbi, kolona, shtylla kryesore janë burri dhe gruaja, dhe nuk mund të përdorësh njërin për të tallë tjetrin dhe të denigruar tjetrin. Në çdo familje të shnoshtë. Këtu më besoj se tani më ka qartë çdo shqiptar dhe kam bindjen absolute që nuk ka mujt me nxjerr në herë më mirë në pa fytyrën e vërtetë të tij problemet serioze që ka me moralin e me karakterin. Nuk ka asgjë të përbashkët me moralin e karakterin, me vlerat e parimet që ndan shoqëria shqiptare dhe në veçanti shoqëria shkodrane. Bahemi sa më shumë, që të ndikoni sa më shumë, jo vetëm tek gratë,
por edhe tek burra ku keni autoritet pa diskutueshëm. Nikoni në shoqërinë tonë që na bashkohen në rrugtimin tonë të sigurt drejt fitores së 11 majit. Më 11 maj, gratë dhe vajzat shkodrane i dhanë mbështetjen e tyre e Partisë Demokratike, Aleancës për Shqipërinë Madhështore.